Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi në kuvend në Akrolis TV. Cila do të jetë tema që ne do të parashtrojmë në ditën e sotme në këtë kuvend, lidhet me ardhin e stinës së nxehtë. Tashmë verën e kemi prezent me temperatura të larta. Dhe është momenti që në kuvend ti adresohet pikërisht rrugës nga zjarret, parandalimi i tyre kudo që ngjet në jetën tonë përditshme. Dhe për këtë unë kam ftuar dy persona që vinë nga kjo fushë. Jemi me Ferdinand Preshin. Falenderoj Ferdinand, që është drejtor i mbrojtjes nga zjarret dhe shpëtimi në Bashkinë e Lezhës, pra në Bashkinë e Madhe të Lezhës. Dhe në anën tjetër kam zotin Agim Lleshi, i cili është përgjegjës i sektorit të mbrojtjes nga zjarret dhe shpëtimi në Bashkinë e Midis, që normal që është bashki më e vogël. Okej, por problemet i ka të mëdha se ka shumë territor. Shtrirja gjeografike. Nuk e di cili keni më shumë territor. Fred? Po, faktikisht kjo pjesë i takon, domethënë, anës topografisë ose pjesës kadastrale, që unë edhe kolegu mbase se di mirë se sa hektar ka Lezhë ose sa hektar ka tjetra. Por, po ta marrësh nga relievi, mendoj që Bashkia e Mirditës ka më shumë, domethënë, risk për sa i përket sipërfaqe pyjore. Është më ekspozuar, riskun e ka më të lartë, mendoj unë. Mendoj unë që ka një risk më të lartë. Kështu që normal që ne do flasim në këtë. Sepse ne e kombesojmë me pjesën e turizmit bregdetar, domethënë. Okej, ne do flasim për këtë areal, tashmë domethënë një areal dhe flasim për gardian për që mbrojnë këtë areal pasur që ne e kemi, sepse ka gjë të mirë që krahinat tona janë shmrekulli që ka një pasuri të jashtëzakonshme siç janë pyjet e tjerë me radhë, por ama ekspozimi i tyre para rrezikut dhe ju jeni ushtar gardian për ta mbrojtur të pasurinë që kemi ne sot. Ndërkohë, unë të dyve do t'ju lejoj që të mbani telefonat. E di pse, se ju edhe në gjumë, nuk e di, edhe në gjumë ju telefonat i keni të hapur. Se nuk i dihet, po unë shpresoj që gjatë emisionit që do bëjmë, shpresoj që të mos ju bien telefonat. Me gjumë nuk diskutohet, po me thonë drejtën ne jemi detyruar ta marrim edhe këtë dushi kur futemi brenda. Edhe kur futim dush ta mbani atë. Okej, pra ja kjo do të thotë se cili është pozicioni. Shiko, desha të them diçka që lidhet me kuvend. Në kuvend, domethënë. Në kuvend është një emision i cili u qaset shumë fusha, shumë sektore me radhë, por nganjëherë bëjmë pak edhe sillemi pak retro, domethënë tradicionale, çfarë ndodh me kuvendin në fusha të ndryshme, siç e përmenda në fillim. Domethënë për pyjet, për to. Si mund të kenë qenë kuvendet, por a janë bërë kuvendet që lidhen me pyjet? Ferdinand. Nuk e kuptoj mirë se për çfarë periudhe kohore bëhet fjalë. Flasim hershëm, njerëz e moshën. Po. Se pyet kanë qenë. Patjetër. Unë në një farë mënyrë jam edhe i lexuar edhe i arsimuar dhe kemi dëgjuar, domethënë, për historitë të parëve tanë, se si bënin kuvendet, se si uleshin burrat, domethënë, se kush e kishte vendin, se ku ule njëri nga një bajrak e tjetri, dhe këto modeloheshin masane këto lloj kuvendesh. Në qoftë se do ishin jashtë, modeloheshin në vende që edhe sot ka treva të tilla që e kanë ruajtur atë pjesën e vendit ku bëhej kuvendi, ku kishte pemë dhe kishte pyje. Ku kishte pemë për pjesën e hijeve. Për pjesën e hijeve, po. Ndërsa pjesa tjetër që ka të bëjnë mësane me faktorët atmosferik, si janë stinat, mendoj që kuvendet i boshin në përfullat të mloja. Bravo, okej. Edhe sidomos kullet me Sharipop, pjesë e Sharipopit civil ka pasur kuvende. Por kjo vim, se ne vim nga një trevë që ti, domethënë, si kanë ndruaj pyjet përmes kuvendeve. Është shumë e rëndësishme kjo, domethënë, në atë kohë s'kishte këtë organizim që ka sot, por ama pyjet ruheshin. Në atë periudhë para kur s'kishte edhe risku ka qenë më i pakët se në këtë kohë, kuvendet e pleqjve, të fiseve ose të bajraqeve u mblidhin dhe e dishin e ndashin X zonë, X fshata është i takon fshatit X edhe e ndashin sipas fiseve. Me fisë që është nda zabelet ose këria X fisit. Po, edhe e ruaj? Ai kishte për detyrë ruajtjen, mos prerjen ose dëmtimet ose ishte rritari I vetëm ishte fisi që nuk kanë qenë nda me krahina.
Është shumë e rëndësishëm ky fakt. Ishte lojtari i pyllit në për të gjitha gjërat. Edhe për kullota, edhe për çdo lloj shërbimi që atëherë kishin çdo lojtar në kishin nga pyjet. Po. Edhe Dhe kishte edhe parcela të tëra, të cilat nuk prekeshin me dorë, suprekshin, venet vakufe, etj. Po shi çfarë rregull ka pas dimon, edhe kanuni i hershëm domethënë. Po them, prandaj domethënë pse unë desha të vij të merrem atë për të ardhur sot dhe a duhet sjell kjo lloj ndërgjegje komunitare, domethënë që të funksionojë edhe sot. Ose lura, si ka funksionuar lura me iftifakun e famshëm. Iftifaku ishin punë komunitare dhe një ndër pjesë që ka pas shumë ka qenë pikërisht mbrojtja e pyjeve, se lura shumë e përmendur, ndërsa sot është një gjendje apokaliptike, po ta shuar sot lurën më atëherë kur funksiononte iftifaku. Prandaj është i rëndësishëm kjo rujtja e pyjeve e mbrojtja nga zjarri. Atëherë, Ferdinand, jemi në sinën e verës. Sinën e verës. Mjep një panoramë përgjithshme si jeni organizuar deri tani për Bashkinë e Lezhës në sektorin e mbrojtjes nga zjarri. Atëherë, shkurtimisht, Bashkia e Lezhës ka kapacitetet jo vetëm të burimeve njerëzore, por ka kapacitetet e duhura të mjeteve dhe të logjistikës për të përballuar të 4 stinet e sezonit, domethënë të vitit, por problemi më i madh, siç e thatë edhe ju, domethënë stina më e nxehtë jo nga temperaturat, por më e nxehtë nga problematikat për ne që punojmë në këtë lloj shërbimi, është stina e verës. Dhe ne jemi të mirë organizuar tashmë, domethënë, jo vetëm me njerëz, por edhe me pjesë të tjera, domethënë që janë pjesë të strukturave të mbrojtjes nga zjarri, siç janë drejtoria e shërbimit pyjor, siç janë njësitë administrative, siç kemi grupet vullnetare, pra ne para kësaj stine, domethënë dikun nga muaji prill, ne kemi organizuar takime me 9 njësitë administrative që ka Bashkia e Lezhës, ku në këto takime kemi qenë me grup pune, kanë marrë pjesë rojtarët pyjor, veshguesit pyjor, kryetarët e njësive administrative dhe vullnetarët, njëkohësisht patjetër dhe kryepleqt e fshatrave dhe domethënë këtij organizimit të punës, ne arrim të marrim informacionin rrallë parë, se informacioni është shumë i rëndësishëm, të marrim informacionin në kohë dhe pastaj siç thash, kapacitetet nuk na mungojnë, domethënë, për të ndërhyrë, se ndërhyrja në moment, në çastin e duhur, domethënë, është sukses gjithmonë. Pra, neutralizimi një vatre zjarri, e presupozojmë, kemi pas një vatër zjarri para pak kohësh këtu sipër në Kolsh, edhe vetëm me çanta shpine është ndërhyrë, por ndërhyrja e shpejtë e grupeve zjarrfiks, kryesisht tyre moshave të reja që i kemi në gatishmëri, edhe kur janë në shtëpi, ato rrinë në gatishmëri gjatë kohës së pushimit, por së bashku me këtë pjesëtarët sepse drejtoria e bujqësisë ka të organizuar edhe sektorin e monitorimit dhe rujtjes së pyjeve. Dhe ky është një kapacitet shumë i shtuar dhe shumë i vlefshëm për punën tonë. Pra, kemi nxjerrë urdhrin për kalimin e gatishmërisë të gjithë strukturës së shërbimit të mbrojtjes nga zjarri nga data 15 qershor. Kalimi në gatishmëri presupozon që jo vetëm ata që janë në shërbim 24 orë, por janë edhe 3 grupe të tjera që qëndrojnë në gatishmëri në qoftë se do thirren. Kemi bërë një grup WhatsApp-i që në çdo moment, çdo njoftim përbën një sinjal të kuq, alarmi për to që paraqiten në kohën më të shpejtë të mundshëm. Kemi hapur stacionin previzor të Shëngjinit, ku operojmë me një automjet atje, për shkak të distancës trafikut, një automjet është i stacionuar pranë njësisë administrative Shëngjin, bashkë me 3 punojës, luftues, shpëtues, që për çdo event, për çdo situatë, ne ndërhyjmë direkt
pavarësisht masanej në bazë të vlerësimit që bëjmë, mund nisim edhe me automjete tjera. Do flasim më tej pastaj për këto stacione që lidhen me hotspotet. Jo, kjo është vetëm 3 mujore. Kjo është në ndihmë të komunitetit të shtuar, në ndihmë të turizmit dhe të banorëve që janë, domethënë, se do të sillim ca gjëra për shëngjin. Bingarkesë për pjesën e shëngjimit. Sa vëmendje duhet për te. Madje më duket se jo ka djeg, prandaj keni ardhur me këtë gjë. Okej. Atëherë Mirdita është një gjë tjetër, është një gjë pak më ndryshe se sa lezha me radhë, por funksionaliteti është pothuajse i njëjtë. Atëherë një lloj plan masash, çfarë ndodh me shërbimin zjarr fiks Mirdit, Agim? Atëherë në vimësitë e shkresave që vijnë nga ministria ose drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri, ne në muajin maj kemi bërë plan masash, përgatitur një dokument plan masash, bashkëpunimi me të gjitha strukturat që janë në territorin e bashkisë Mirdit. Policinë e shtetit, me policinë pyjore, policinë bashkiake, me të gjitha. Edhe, siç e tha dhe drejtori, është bërë takim të gjitha njësitë me kryepleq, sepse ato janë faktor kryesor qeliza kryesore në zonat e thella për në fshatra. Kryepleq që bëjnë dhe ato sensibilizimin dhe janë dhe më kontrollues të territorit tyre. Edhe sinjalizues, edhe kemi bërë takimin të gjitha. Në stacionin zjarr fiks kemi kaluar në gatishmëri, pavarësisht se ne kemi një personel shumë të vogël që ka Bashkia e Lezhës, që është bashkia e madhe, ka rrisit e veta që është zonat banore. Kemi një plan masave dhe jemi me 2 grupe, 24 orë. Si me 2 grupe? Sepse funksionon. Nëse ne do kemi një rast, të mund kemi 2-3 raste paralele, edhe niset grupi i parë dhe një rast unë kam të domosdoshme që rruga Kombi, që kemi një grup që mu më mban gjithmonë non-stop rruga Kombi, që kemi 80 km, nga skuret në tunel, që asaj një kushtim vëmendje shumë më të madhe, sepse është aksi kryesor, dhe në atë aks ne kemi edhe pasoja, që mund të ketë pasoja se është pakse aksidenti. Do më që mbëllet aksidentet? Mbëllet aksidentet nga skuret në tunel të Thjerrës. Edhe pyet sepse kam vënë re diçka, që kur ka pas djegje, domethënë gjithë rruga Kombi, apo ti gjithë është e mbytur me tym, është pellgu, lugina që e bën pjesë. Atëherë domethënë tu i keni dhënë rëndësi kësaj? Rëndësi, ne japim rëndësi në bazë të rregullorit të ligjit që kemi, ligji thotë 50% efektivit mund të ndërhyjnë në zjarret në pyje, kurse 50% ty do ta marrësh për gatishmërinë e zonave banore. Se primare është jeta dhe prona njerëzve. Rruga Kombi që do përsëri vëmendjen e vet në këtë fluks, këtë sezon, që është një rrugë që kemi pas shumë pasoja, aksidente, zjarre në automjete, edhe ajo don vëmendjen e vet dhe do gatishmërinë e vet në çdo sekond. Ndërsa zjarret në pyje kemi mjetet e duhurat ne si bashki. Edhe në problemi është që në zonat ku kemi stacionin, të stacionuar në Rrëshen, zjarret që kemi në afërsi ne i kapim në kohë edhe i mbyllen në hapin e parë. Unë nuk e di se çfarë ndodh me flotën e mjeteve, po nga që unë i kam parë vazhdimisht dhe kam thënë në vete, kur kam parë para disa vitesh, kur kam parë mjetet për që ka stacioni i Rrëshenit, po pak a shumë Mirditës, po pak a shumë ka qenë edhe në vende të tjera, ashtu dhe kam thënë si ka mundësi, me këto mjete nuk mund shkush asgjë, do ishin disa rangalle, disa kështu. A ka ndryshu flota, ka ndryshu teknologjia? A është përmirësuar apo s'është përmirësuar? Shiko, edhe zëvendësimi, kjo është si historia e brezave. Pra, edhe zëvendësimi i një ekipi nuk bëhet për një ditë. Pra, është perceptimi im, edhe zëvendësimi i flotës automjete mendoj që gradualisht po shkon, të paktën me bashkinë tonë, bashkinë e Lezhës, është organizuar mjaft mirë, domethënë se 2 vitet e fundit kanë ardhur 2 zjarr fikse të reja. Keni 2 të reja? 2 të reja. Po. Është një që është me kapacitet të vogël, domethënë dikun ke 1,5 tonë, dhe ajo është kryesisht për zonën e qytetit, këtu, dhe kemi marrë edhe një zjarr fikse tjetër, domethënë MAN, një ndër
kamionat, me thonë marka e kamionave më të mirë që është sot në qarkullim, dhe atë e përdorim për largësi dhe për shpejtësi. Pastaj, si që thash, dhe me thonë, tek pjesa e automjete gërshetimi këtyre, kemi edhe 2 automjete që janë me vit prodhimi të vjetër, por që duke u nejtë në kokë, kemi mundësuar për t'i mbajtë në gatishmëri. Është i çik problem me pjeset e tyre, por kemi një 2 djemë shumë të mirë që janë shoferë të vjetër edhe kontribuojnë jashtëzakonisht, domethënë, në pjesën e mirëmbajtjes së tyre. Dhe nga një herë, ka nga ata zjarrfiks që thonë, kjo e vjetra, thot, është ma e mirë, thot, sikur të kishim pjesë, thot, kjo e vjetra është akoma... Si puna e Bensave të vjetra. Në base është si rrugë shmale. Si puna 220. Po, 220, po. Pra, afërsisht kjo është, ne kemi 4 automjete, të 4 automjetet janë me gatishmëri të plot, domethënë, siç thash, një është në Shëngjin, 3 janë të stacioni pranë Gurrave të qyteti, dhe njëkohësisht në planifikimin vjetor në fondin e bashkisë, me dijenin time, po them me dijenin sepse kështu duhet flasim gjithmonë, është drejt prokurimit një automjet shumë i mirë, automjet i ri, form pick-up, Forestrad 4x4, për të mundësuar për të kapur zonat malore, domethënë zonat jashtë rrugës, si quhen, domethënë Forestrad, domethënë zonë e vështirë malore, me një kapacitet dikun ke 1,5 tonë ujë, 1 tonë, apo jo, koleg Paulini, ato aq majmë duke 1 tonë ujë, këto Forestradat, po janë, domethënë, janë kapacitete të shtuara, janë automjete që janë shumë të nevojshme, për shembull për zona të ngushta, për zona malore, për aty ku s'ka asfalt, ku s'ngjiten dot, to automjetet që janë shumë të rënda të tjera. Tjetër çfarë ka flota? Përveç këtyre makinave të mëdha. Po, kemi edhe një automjet tjetër që përveç ne po flasim faktikisht se kjo është thembra e Akilit, kjo pjesa e kapaciteteve për të mundësuar shurin e zjarrit, por kemi edhe një automjet tjetër, sepse kemi edhe një detyrë shumë, domethënë primare dhe të vështirë tjetër, që kemi pjesën e inspektimeve. Inspektim, parandalim. Dhe automjeti tjetër, që është një Forestrad tjetër, kryesisht operon në drejtim të inspektime, kontrole, parandalime, domethënë në territorin e Bashkisë Lezhës. Por, sot për sot, disponojmë, domethënë, totalisht mjete moderne. Fal kryetarit bashkisë, insistimit të pjesës koordinimit të tij me shoqatat e ndryshme, me donacionet e ndryshme, që një ndër to ka qenë edhe Undipia, deri vonë, ne sot kemi një logjistik bashkohore, qoftë për të hapur automjetet, qoftë për të ndërhyrë me mjetet tjera, dhe me thonë që janë totalisht, mendoj që janë totalisht viteve të fundit. Pra, kemi të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet për të ndërhyrë në çdo lloj situate. Okej, pastaj do të flasim pak për shërbimet, domethënë në qendrat urbane. Do flasim për shërbimet në qendrat urbane, dhe Lezhë ka pas disa herë gjëra që kanë ndodhur, do flasim pak më vonë për te. Agim atëherë, cila është flota e mjeteve? A është përmirësuar, ndjeshëm? A ndjeheni mirë ju me të flotë që keni? Apo keni mangësi? Dhe pastaj për dy do them një shembull, dhe më bën përshtypje se pse ky shembull nuk vazhdon, që vjen nga jashtë, por ky shembull nuk vazhdoi duke u aplikuar nëpër stacionet tona të zjarrfikjes. Po, të faleminderit. Bashkia e Mirdit aktualisht ka 6 automjete. Ato janë të ndarme sipas tipologjisë tyre. Pra që kemi në 2017-ën, unë aty kam gjetë 2 automjete. Një automjet që është vetëm për aksidentet, që ka këto presat hidraulike për hapjen e automjeteve metalprerse. Një tjetër është që kemi automjetin kryesor që është në kapacitet 3 ton ujë. Kemi edhe këto do të falenderoj donatorin zonin Ngraf, që në 2020-ën bëri të mundur për stacionin zjarrfiks Mirditës solli nga Austria një automjet Alpin zjarrfikse me kapacitet 1 ton ujë, që ajo jep një situatë të zjarreve në zonat të thella malore është shumë efikase.
Kemi edhe një autobot që jashtë, autobot ujë 13 tënç, që është gjithmonë në gatishmëri në gjë e pune për ndjekjen mbas zjarfikësve për furnizim me ujë. Se ky autoboti historikisht nuk ka qenë ndonjëherë. Dhe autobotin ka sjellë Marina Gra. Ka pru Mariana. Se ka i gjatë, domethënë Mariana është interesante. Ka sjellë 2 automjete. Do të nga Austria, okay, është eksperienca në Austri, por vjen nga Austria dhe përveç saj ka prodhuar ca gjëra të tjera që më kanë bërë përshtypje dhe unë desha më i thënë pastaj. Ajo ka sjellë dhe uniforma dhe pajisje për punojësit zjarfikës, uniforma kundra zjarrit që ato janë këtu në Shqipëri janë të kushtueshme dhe në buxhetin që kemi ne si sektor a shumë e vështirë që ti të kompletosh gjithë personelin me atë lloj uniforma. Janë uniforma thjesht për dukje apo janë zjarrduruese? Jo, uniforma zjarrduruese që ato përdoren në çdo lloj zjarri, jo zjarre në pyje, sepse janë uniforma të rënda dhe janë uniforma që përdoren në zjarre në objekte, magazina, pallate që janë zjarrduruese që mbrojnë jetën e zjarfikësit. A i keni përdorur ndonjëherë këto? Në garastis që ti përdorim. Po, në përgjithësi në mirë ditë fatmirësisht dhe është diçka shumë reale dhe që duhet i falenderoj, nuk kemi pas zjarre në pallate si ka Lezhë, Tirana. Ka një shembull pozitiv mirë ditë, kohët e fundit. Nuk e di, a është edhe në Lezhë dhe doja të komunikoni sepse është një gjë që gjithmonë krahinat kanë komunikuar me njëra tjetrën, kanë ndihmuar, kanë dhënë të tjera dhe eksperiencat janë për bashkitë kufijare, eksperiencat besoj që ju ka shërbyer dhe do sillen dhe shembull pastaj po janë këto hidrantet. Ju keni vënë disa hidrante tani në shumë pika kanë vurë në shumë pika kyçe hidrante. Para 10 ditë që kemi mbyllur si projekt, nisëm një projekt bashkë me bashkinë Mirdit për financim. Bën projekti dhe aty ku ishte linja e ujësjellësit të gjithë Mirditës, kemi vendosur rreth 15 pika. Pra edhe në qytet, në pikat pikat bëti studim zonat e riskut. Po, keni vënë në rrugën e Kombit? Rrugën e Kombit, në të gjitha... Se është problem mushja me ujë. Dhe para i mujë, kam pas vetëm 3 pika në gjithë Mirditën. Isha duke parë takimin që bëbat në Ankara, ku është Arbeni drejtori i përgjithshëm atje, me Grusin, me kështu, edhe është një nga pikat që diskutohej kjo, për lerat, për këto njëra tjetër. Pra mushja me ujë. Nuk e di, Lezhë i keni kriju këto, janë to pikat hidrante apo janë ato që kanë qenë? Shiko, me thonë të drejtën, apo keni ujë më shumë ju, se keni këtu? Nuk është problemet, është kjo që thotë edhe kolegu im, Paulini, Agimi, Paulini, misë ma masole, Paulini është... Edhe Paulini do të ishte këtu me ne, do të ishte këtu Paulini, bajt Paulini, na ujë që thotë kolegu Agimi, edhe unë e kam në fazën e një memoje, pasi bom një monitorim në teren në të gjithë zonat rurale, se qytetin e dim, ne kemi me artografi qytetin, se sa hidrante ka qyteti, qoftë mbi toksor, qoftë nën toksor, se janë 2 lloje hidrantesh, dhe për pjesën e qytetit ne nuk jemi keq, por me thonë të drejtën, ka njësi administrative që nuk kanë fare hidrante dhe i bie do me thonë një vështërsi shumë e madhe e shërbimit zjarfikës, sepse ne mirë që s'kemi hidrante, por ne s'kemi as autobot për momentin. Pra, dyrisi të Mirditës, që unë i marrë referenca shumë pozitive, nuk është puna se do ishin shumë pozitive, nuk është puna se do ishin kujtuar nga bashkia, ishin nga menja. Autoboti, që unë e kam bërë një memo për një autobot faktikisht, dhe kam dhënë edhe një farë mënyre për ta zgjidhur pa shpenzime, pra ne atje kemi një autobot rreth 12.000-13.000 litër, shesh inox, mirë po kamioni ka dalë jashtë përdorimit, do me thonë ne kemi nxjerrë si vjet jashtë përdorimit. Dhe unë kam kërkuar, do me thonë, një mundësi që një ndër automjetet e drejtorisë shërbimeve gjatë muajve të verës të shërbej me këtë autobotin. Është risi qoftë për ne për shërbimin zjarfikës që kemi 13.000 litra ujë, por ato mund ta përdori edhe bashkia pastaj për të larë një rrugë, për të hitur një pemë, diçka, pra është diçka shumë. Ka pasur ka shërbyer shumë, sidomos në zonën e Bukmirës që kanë vurë atje, se nuk ishte ujë afër, ishte probleme. Dhe me që jemi ke hidrantet, do të thonë zona e Shëngjinit ka mangësi. Unë e di që ka një projekt atje që është drejt përfundimit, për sa i përket pjesës së ujësjellësit, është bërë një shtesë e re atje ujësjellësi, qoftë Shëngjini, po qoftë edhe në Tale, po bëhet një ujësjellës i ri. Dhe ne bashkëpunim me
drejtorinë, mos u gabofsha janë SHA këto të ujësjellës Të kanalizime, po. ne do shikojmë domethënë projektin, a kanë këto të miratuar ke projekti hidrante Po ju më ndërhyni ju. për drejtorinë, në qoftë se s'kan do ndërhyjmë Çfarë pas aty nuk u bën mend. do Kjo është ndërhyjmë me një furnizuar kërkesë. informacion. Sepse duhet të ketë faktikisht kur bëhet një ujësjellës i ri, te pjesa e projektit duhet të jetë parashikuar edhe hidrante. Njëkohësisht te kjo pjesë, ja vetëm ta fik pak se nuk kesh në kërkesë. Jo, okay, pa merak. A she si bjen telefoni më? Te pjesa Ose mos është ndonjë problem? jo. Pa merak fare, nëse është ndonjë problem, Po i shtas na bën për më shumë nga studio. Jo, Po. Urojmë që jo. Jo, Okej, pra, uroj këtë punë se Unë jam pak kam, në ju Jam sot. pak tension. Jam pak në tension nuse. unë kam sallën operative, po që se do marrë, kam shefin e shërbime që jam i detyruar të flas me te se nuk merr kot, dhe kuptohet me po me marrë kryetari. Po, Për një normal. detyrë jam i Okej, detyruar. Kjo është emisioni e këtij. Edhe këtij emisioni sot Kjo me këtë ty. edhe i favor, që se shumë Bashkia Lezhë ka 4 drejtues, 4 oficera drejtues që menaxhojnë çdo situatë. Kurse në mirë ditë është vetëm një agim që është non-stop, 24 orë në Je vetëm. non-stop. Okej, po. Po, do kjo që se do na loj moderatori, ne kemi shumë nevojë për ta përmirësuar ligjin, se një ndër ato probleme që thot kolegu im është mangësitë ligjore, që është një ligj i pa organizuar mirë për kohën e sotme, se ne nuk themi se është ligji Si që kemi edhe ligjet diabolike shpesh herë. ligji i 2015-s. Po, që sot me Ligji i 2015 që minimalisht duhet kishte ndryshuar një 2 herë të paktën. Po, s'ka Këto ndryshuar. janë ligje organike që normalisht në bazë të nevojave ndryshojnë. ndryshojnë. Koncepto, hajde vetëm kur bie zjarr, thonë hajde to zjarr fiksi pall bëjnë rrin kot. Është Pra, kjo, jo, te është kjo. te kjo- Natë domethënë konotacionin që përdoret Te shpesh kjo pjesë unë nuk du të flas për veten, po du të flas për ato çfarë ne përfaqësojmë, domethënë unë edhe Gimi përpunojësit tanë. Pra, me thonë të drejten, janë disa gjëra që duhen parë në fazën e një draft ligji që mund tjetë duke u përgatitur, kështu kam informacion nga drejtori i përgjithshëm, duhen parë shumë gjëra që kanë të bëjnë me trajtimin e stafit. Okej, a do flasim pak më vonë Po, për këtë? patjetër. Për këtë pikë se është një pikë kyçe që unë duhet folë dhe pak hapur. Domethënë do të flas duke i falënderuar për kryetarin e bashkive, por në mendimin tim bashkive, këshillave e tjera ku kanë mundësi ligjore për të tërhequr edhe pak veshin. Pse jo? Edhe në këtë emision ku vjen që jemi sot këtu. Shiko, bashkëpunimet kufijare, domethënë bashki me bashki agim. Ti ke nevojë momente decisive kur kanë plas zjarret bjeshura dikon tjetër, ke nevojë që të ndihmosh. Dhe në këtë rast ndihmosh, pakën një herë, një më parë besoj që vjen është nga bashkitë tu afër. E kemi dhënë dhe e kemi gjetë gjithmonë me sidomos me Bashkinë Lezhë. Kur kanë pas nevojë, ne kemi qenë gjithmonë. Edhe vitin e kaluar, më thonë që kam pas nevojë, kam marrë një automjet zerr të Lezhës, kam marrë 4 ditë atje. E ke marrë atje? Për gatishmëri sepse i kisha nxjerrë të gjithë forcat e mia në batrat e zjarrit që kisha në shëngjin të fanit. Edhe për trujt gatishmërinë në zonat banore, qytete, duhej një automjet. Edhe kemi marrë një nga Bashkia Lezhë, që ka net gati 4 ditë në stacion Zerfix për të marrë gatishmërinë, edhe në ato 4 ditë kanë ndërhyrë në 5 ngjarje në qytet. Zerfixit e Lezhës. Zerfixi i Lezhës. Okej. Ndërsa në një moment tjetër ju keni ardhur këtu në Lezhë. Por kemi marrë verën e kaluar më duket në Shëngjin, që kam net vetë 48 orë pa ul, 48 orë ku ishte rasti i Shëngjinit, ajo ka qenë një katastrofë që ka qenë një katastrofë. Edhe për mediat e huaja janë gjëra që kanë paralel. Po, u bën disa pamje virale. Po normal. Fredi s'ka pasur akoma, Jo. por kjo ngjarja e Shëngjinit, zjarret e Shëngjinit, kam thënë me vete, është një tmerr i vërtet dhe më duket sikur po shullet Shëngjini, sidomos edhe pjesa turistike me radhë. Mi po Fred aty ishte. Unë kam përgatitur që ta sjell atë. Kështu që në rrugën e shikues mund të shikoni se çfarë ndodh me shërbimin Zjarfix. Pikërisht këtu ku po rrezikohej jeta e Zjarfix dhe Gimi ka përtit me të madhe aty, edhe kam ndigjohet zani jot aty me radhë, por për të qenë qartë pra se çfarë është shërbimi Zjarfix, është duhet një çast gjysore, një orë, mase me minuta. Dhe
jeta dhe mund të fiket një zjarr fiksi dhe një grupi zjarr fiksësh. Ndiqje nga Shëngjini. Tekne! Kada që Kua lek bipa? Leka, kua leka? O, që katastrofe! Katastrofë shumë! Ua, që në qëtësia, kam pak shumë. Nuk kam pak shumë. Katastrofë. Mirë, rikthehemi këtu në studio pas kësaj kronike, ku nuk e di Agim, domethënë se si keni shpëtuar atë. Ti e ke përjetuar shumë keq, se pastaj kam ndjek edhe një intervistë tjetër në një vend ku të bëjnë pyetjen se si ndjehesh për ditë tëra dhe di që Agimit i kanë shkuar lot gjatë kohës sepse kujtote fëmijën e vet 5 vjeç që i thotë aman baba mos shko më atje me ndjek zjarr. Pra kjo është jeta zjarr fikse. Po këtu ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde që ke parë Pjesa e Shëngjinit, po. Shëngjini. Pjesa e Shëngjinit. Aty ishim, kanë qenë gati 25 automjete zjarr fikse dhe unë kisha grupin që menaxhoshim grupin, ishim të gjithë drejtori përgjithshëm, ishin të gjithë drejtues aty. Dhe në një moment mos gaboj drejtorisë policisë, unë isha me uniforme dhe më thret më urgjent të cilin automjet, se të isha si drejtues i operacionit aty. Edhe unë gjë e parë unë thrita çuna zjarr fiksen time. Edhe futëm të një hotel 4 kaq. Me bashkë me drejtorin e policisë, ja rrejemi se ka është largu, kemi ngrit këtë personin, zjarr fiksin më i vjetër, 60 e sa vjeç, kemi ngrit në një tavolinë, kemi vendosur në një terracë të atij hoteli për të hedhur ujë mas hotelit. Në atë moment unë kam kur kam kthy për të dalë rrotull hotelit. Ishte rrethuar nga zjarri tjetër. Për të parë se çfarë siguri e ka punojësi im që e kam mas hotelit, se s'po kontrollosha dot, s'kisha rrugë dalje. Kur kam kthy, kam pa gjithë atë vatër zjarri, që ishte edhe me telefon, janë edhe videot janë me sekuenca të vogla 4-5 sekondë që s'masha dot nga nxehtësia dhe telefonin për filmim. Dhe po të shihin këtë janë 4-5 video që kam filmuar 4-5 sekondë me nxehtësia se drosha dot. Aty kam serr atë punojësin tim. Se tash gjëja e parë që kisha ngritur aty sipër, tash ngelin në vatër zjarri. Duhet se kishte. Lek biba, një lega, se në çdo zonë fiks nga leva i transferuar në Mirdit. Ku është lega, ke thënë? Po. Se unë nuk ishte punë sekondare aty, shoferin e pas që hypin automjet. Këtë zjarr fiksin nuk e pe. Se nuk e kapa dot. Mos e imi tërheq, kemi kaluar poshtë, edhe kemi vazhduar poshtë rrugës aksit kryesor që na mori dhe i balkon i një hoteli dhe ka qenë një katastrofë aty. Edhe këta du ta them që unë kam qenë 48 orë në Lezhë, du ta them për zonën e Shëngjinit të Gjergj. Është një katastrofë që du t'ja vlen fajin dhe pak biznesëve që janë aty. Për bizneset. Për bizneset. Okej, se ju jeni specialistë. Po. Për këtë, domethënë se ju e njihni mirë. Bizneset janë pa përgjithshme në rrugjen e ambienteve të tyre. Aty ka qenë kriju një zonë komplet barote ajo zona e Shëngjinit. Në shkuptim. Në kuptimin që ndërtoi hotelin dhe mos pastro perimetrin. Perimetrin, po. Komplet me betorina, me hala me pisha të preme, që ishin në rast në gjithë me hotel. Gati njëti problem si tek Vreshët e Bukmirës, ku kemi folë bashkë, që nuk lihet një 4-5 metër që t'jetë një zonë tampona si quhen to, domethënë
Brezi sigurisë. Që ru në vendi, Brezi por qa, sigurisë. prit aty krasit bëjnë hidhje aty, dhe ne kishim bërë dushka aty. Po të vefre dhe kam dëshirë që të ndjekim këto në pjesa që operon në Shëngjin, në shumë zona sipër të Shëngjinit, hotele që kishin bërë pastrimin e territorit, aty në s'kemi pas nevojë për ndërhyrje. Pra, jashtë para. Se vinte zjarri ndalote, s'kishte asnjë lloj pritje, ishte pastruar territori. Ky mirë, është mirë, domthonë gjim po ja them pasaj Fred, po është mirë që ju të edukoni komunitetet edhe të biznesit, edhe me radhë. Domethënë kjo mund të ishte mirë edhe për t'i kontrolluar, pra para se sa të vijë keqe. Pra ju keni bërë një gjë domethënë, që ky është një hotspot, po që shumë i rrezikshëm, Shëngjini, sepse në fund ndikon tek turizmi, dhe çfarë bën? Mirë se mund djegë ato, po nuk djeg kush më këtu. E vërtet. Ky është problem shumë i madh. Atëherë çfarë keni bërë në zgjidhjen që pas një si vjet për herë të parë që është një lloj risie? Shëngjin? Jo, pjesa e stacionit ka qenë edhe vjet, me thonë të drejtën. Po. Por ne Pa merak, maj telefonin edhe përgjigju nëse është i domosdoshëm. ne Jo, të lutem përgjigju, ha? jo. Ne kemi operuar shumë me pjesën e inspektimeve para se sa u hap sezoni ose edhe deri këto ditë. Biles nuk e kemi mbaruar. Duke bërë një vlerësim risku për hotelerit kryesisht që akomodojnë njësitë e shërbimeve, kemi parë vendosin e depozitave, pra kemi pasur një grup pune me urdhët kryetarit bashkisë, ku janë përfshirë edhe 2 drejtori tjera, ku na janë bashkëngjitur specialistët e tyre të 2 drejtorive të tjera, dhe kemi bërë një plan të përbashkët inspektimi kryesisht për zonën e Shëngjinit, ku pjesa kryesore e këtij inspektimi ka qenë, domethënë, menaxhimi, administrimi i pjesës së depozitave të gazit. Dhe i kemi të gjitha të evidentuara ku kemi qenë, masat që janë marrë, dhe një ndër masa parandaluese që kemi marrë është edhe bashkëpunimi nëpërmjet një shkrese që kemi dërguar me Inspektoratin Teknik Shtetëror. Inspektorati që ka nën kontroll, është Inspektorat Shtetëror i autorizuar vetëm për enet nën presion. Pra ato janë autoriteti kryesor që i kontrollojnë, që i kolaudojnë dhe ju japin leje kryesisht për këto. Pra kemi parë si shqetësim pjesën e këtyre depozitave të gazit, kryesisht ato që janë nën toksor dhe janë mbi toksor dhe janë gjitur me resortet. Po. Dhe një gjë tjetër, rruga që është bërë tani, një rrugë panoramike e shkëlqyer fare, që do ndikojë në turizmin e zonës sonë, edhe është një enë kapilare që lidh turizmin e Bregdetit të Shëngjinit, edhe që janë 2 Bregdete unike, unë kam biseduar me Tuj, dhe më thonë si këto Bregdete nuk ka edhe në gjithë Evropën, domethënë edhe Velipoja. Tani kjo besoj ju jep mundësi më shumë tani për t'i mbajtur në kontroll zonën? Patjetër, domethënë infrastruktura është totalisht, domethënë, e menaxhueshme, e prekshme, e monitorueshme nga ana jonë, kupton, por siç e tha reagimi që pjesa e kapaciteteve të burimit njerëzor në drejtim të inspektime është disi e munguar, pasi fokusi shkon edhe në strukturë, fokusi shkon tek pjesa e ndërhyrjes operacionale. Pra, unë sot që flas, domethënë kemi vetëm një inspektor parandalimi për nuk e di sa, po, për lezhë, për qarkun, për bashkinë. Po kush i bën organogramat tuaja? Presupozohet. Jo, nga organogramat, janë organogramat që kanë tagër bashkia, apo vinë edhe nga ministria, është linje 2 fish? Shiko, strukturën e ka parashikuar ligji, domethënë dhe rregullorja e shërbimit. Po. Se si ndërtohet një strukturë. Po. Në rang bashkie, ndërsa kur vjen pjesa e miratimit të strukturës, bëhet nga Këshilli Bashkiak me propozim të kryetarit bashkisë.
pjesa Atëherë ka nevojë ka për- një parashikim E të qartë, po tillë. ka nevojë për ndërhyrje në këtë strukturë. Unë mendoj që po, qytetet që janë me volum, me kapacitet, me hapësira të mëdha, me pjesë të turizmit, siç është Shëngjini dhe Talja për shembull, mendoj që ka ardhur koha që ose pjesa e parandalimit t'i kalojë inspektoratit shtetëror teknik, industrial, ISHTI e ka ajo kështu, është inspektorat shtetëror, ose të shtohet një ose dy inspektor që të mbulojnë pjesën e parandalimit, sepse pjesa e parandalimit nuk ka vetëm parandalimin, por ka edhe pjesën e asajt shkelje administrative, dhe me thonë pjesën administrative të procedimeve dhe të referime. Procedim administrativ për shkelje, mosbatim, rregullave të mbrojtjes nga zjarri, por njëkohësisht ka dhe referim pastaj për në organin e prokurorisë, në polici gjyqësore, kur janë shkelur hapur rregullat. Mirë, okay, atëherë jam me dy specialistë të zjarrit të kënaqësi që bisedojmë së bashku. Do shkojmë në një spot publicitar për të rikthyer sërish tonë në studio dhe për të folur për mbrojtjen nga zjarri. Jemi rikthyer në studio këtu në Kuvend, një Kuvend që flet për parandalimin e zjarreve. Është një temë e nxehtë, siç kemi testin shumë nxehtë dhe pritet vijë akoma më nxehtë dhe uroj që sa do pak të ndikojë dhe ky emision. Edhe Kuvendi që po bëjmë me dy specialistë shumë të mirë që kam këtu, Ferdinandin edhe Agimin. Edhe është kënaqësi kur flet me njerëz që e njohin me kompetencë, kështu është kënaqësi vërtet. Po flasim pikërisht për këtë temë që është shumë delikate. Mirë. Marrim shërbimet që ndodhin në qytete, domethënë, kemi pallate. Kam vurë re që në Lezhë, shpesh herë ka ndodhur zjarre në pallate. Në Mirdit pak më pak Agim, jo se nuk ka dhe atje edhe shtëpia me këto raste të veçanta, por në Lezhë dhe kam pa domethënë shihen me shumë frikë. Në fakt si shërbeni ju këto? Dhe edhe prap rritja ana teknologjike. Meherë nuk kanë shkallë, mund gjithë atje sipër, do shkosh deri sipër. Na spjego pak sa në gjendje jeni ju për ta mbrojtur qytetin, për të mbrojtur qytetarët, për të mbrojtur ato që janë pallatet e larta. Shiko, faktikisht Lezhë është e ekspozuar, domethënë, me pjesën e këtyre zjarreve në pallate për shkak edhe të shtimit të numrit banorëve, kuptohet, pallate e treja, pra nuk është si pjesa e Mirditës ose e Rrëshenit, pra është shumë më e madhe, kupton, në bërë gjithë ato ndërtime të reja, se po pak më përpara folëm për inspektime, certifikime, masash nga zjarri, dhe me thonë të drejten, këtë vit kemi pas 2-3 ngjarje që kanë qenë goxha të rënda, sepse në një rast, për shembull, edhe zjarrfiksit ishin drejt asfiksimit, sepse AP3-shin e aparati frymarrjes ja kishin vendosur 2 familjarë, një fëmijë të vogël dhe një plaku, dhe për vete ai rrinte heroi jon, domethënë. Interesante. Edhe mbas operacionit kanë shku në spital, kanë bërë serum. Pra janë vërtet heroj. Dhe i kisha tek pjesa e zjarreve në banesë, pra një zjarr ka qenë gabine elektrike, një pallat shumë i madh, ndër më të mëdhenj që ka Lezhë. Na është dashur të bëjmë evakuimin e gjithë pallatit, na dashur të hapim ashensorin për të kontrolluar nëse ka njerëz apo jo brenda, dhe pastaj na është dashur pjesa e tretë që të bëjmë aspirimin komplet me oksigjen të pallatit që Si e bëni këto? I keni aparaturën? Po, kemi edhe aparatura aspiratori, por kryesisht, domethënë, edhe me hapje dhe dritare, hapje në dyrëve komplet. Që edhe Gimi, i keni ju këto? Është një aparaturë që ne kemi pas, po është me defekt një elektromotor. Domethënë nëse pallati ke Evropa, pallati ke internacional ke Zhëndoj, si i thamun. Edhe pallati i madh që janë atje 12 kaqe. Po me të ndodh ke ato, domethënë ju s'pas ki gjonde. Jo, ne
kemi pas në katin e 8 të pallati sipër, i Fqerdhja, por e ka qenë në një zonë e kemi kap shumë shpejt dhe kemi kap direkt para se me arrit prezenca e tymit në përshkallë. Se ja është problem, po pa prezencë tymit në përshkallë të zban dot as evakuimin as ndërhyrjen të kufizon ndërhyrjen. Po, a kanë probleme ndërtimet në të rasta? Merren parasysh a merri parasysh ju kur bën ndërtime, kur bëhet një pallat, a merret parasysh ekspertiza që bani dhe detyrimet që kanë palë që ndërtojnë? Çdo pallat i ri që merr lejen, aplikon për leje zhvillimi, leje ndërtimi, aplikon dhe merr dhe certifikimin e miratimin e projektit për mbrojtjen nga zjarri. Ka një projekt të veçantë për mbrojtjen, për masat e mbrojtjes nga zjarri. Po që ka detyrim ligjor. Mirë, në letra kuptojmë këtë punë. Sa si puna e studimeve gjeologjike. Zbato. Edhe pse no, a ke mure që janë shemën pallatës, se studimet gjeologjike merr parasysh, hedh dikush firmën dhe kaq mirëpafshëm. Si ndodh në të rast? Na thuaj pak më qartë Fredi pasaj, meqense se ka shumë pallate dhe lezha është e madhe. Ato në përgjithësi vendosin në sistem hidrantesh në çdo kat kaseta, që kemi parë për shkallët e pallate, ka një kaset që është i lidhur me sistemin e ujësjellësit të. Ajo supozohet që ti të shkosh direkt të bësh ndërhyrje direkt nga kati 10, jo të marrësh nga uji nga zerfiksja. Po pra, e qartë. Si është, se kjo është shumë delikate. Faktikisht për ne problem është kryesisht të katet e nënleshme. Po. Me thonë, sepse aty edhe pjesa e kësaj, të me thonë, gazit karbonik që i lëshohet si rezultat i djegjes, nuk arrin dot të dalit, sepse është e mbyllur. Por, si që tha edhe Gini, një projekti mirë që duhet miratuar, duhet parashikoj disa element për këto katet nëndeshme, se nëse ndoll një zjarr për shembull në një ambient, në një pallat, do mbyllet brenda saj banese, sepse do dalin nga dritarja, kupton, dhe pak mundësi kanë për shembull hyrjet e tjera për të kontaminuar nga tymrat. Po nëse digjet një makinë poshtë atje, aty problemi është shumë i madh pastaj, sepse do filloj me radhë katet duke u mbush kati i dytë në ndhe, kati i parë dhe fillon në ngjitet lart. Dhe çfarë ka parashikuar për shembull projekti patjetër duhet të parashikoj aspirimin e këtyre kateve që janë pa dritare. Po. Duhet parashikoj aspirimin natyral apo aspirim me me aspirator të fuqishëm. Duhet të parashikoj në projekt jo vetëm derë të blinduar, derë garazhi, por edhe të hidroizoluar që tymi mos të arrit të depërtoj e të ngjitet kateve tjera sipër. Pra, këto janë gjëra që me thonë drejtën pak realizohen, por edhe struktura do të jetë më strikte, por është edhe kjo që lidhet prapë me kapacitetet, se unë do të kem një inxhinier aty të punësuar që ti shikoj mirë këto gjëra, shikoj trashësinë e tubit, shikoj element të veçantë që ka të bëjnë me aspirimin. Pra shkurt na dalë këj problem që ju nuk keni specialist mirë. Ne jemi gjitholog. Po, se nuk mund të jesh ti. Absolutisht. Absolutisht. Unë kam në kuptimin e fjalës të formimit kam 2 fakultete, po unë nuk marr vesh për shembull nga dera e blinduar ose nga izolimi i derës, që të mos dali asnjë çik tym për jashtë atje. Pra këto janë problem dhe një ndër problemet që kemi pas atje ishte një kat poshtë aty, do me thonë, të gabina, të pjesa e panelit elektrik, që ato kablot elektrike morën zjarr dhe filloi, do me thonë, ja transmetoi gjithë pallatit lart. Por thash, fal një ndërhyrje shumë të shpejt, fal atyre çunave që për vete shkuën e bon serume me oksigjen, të paktën 2 nga ato, nuk du t'i përmend me emra, po du t'i falenderoj këtu para teleshikuesve, që u tregu në erojnë, do me thonë, mbrojtën familjaret aty, ke parasysh, dhe për vete në dioksidin e karbonit me gaz, me tym aty, rrezikojnë edhe jetën e tyre. Kur vje puna për evakuime, domethënë, ju keni, se shiko, në evakuime është si puna e luftës. Dhe normal, aty janë general, domethënë, që drejtojnë, dhe ju ktheheni në general, domethënë, ka një rend veprimesh e tjerë më radhë, keni një gjë që struktura juaj
e koncepton mirë, sepse e para herë ke direkt me banori, i cilit janë traumatizuar psikologjikisht, ata janë shkatruar, nuk dinë se ku janë, zjarri me medraj zjarri i vogël tuton, jo më kështu. Do në realisht si veproni, keni shumë vështirë apo jeni trajnuar? Shiko, në raste evakuimesh, është ajo që sa po thatë është një rast i vështirë, sepse du t'jesh administratori pallatit, t'i njofish gjithë personat e para, por në një bashkëpunim të mirë me policinë e shtetit. Sa rëndësi kanë administrator? Madhore pa. Patjetër, ai është brigadieri i pallatit. Bravo, okej. Pra ne nga jeri morim Patjetër, ai din se ku i dhembe. Po, gjithçka, e njeh Çdo strukturën. gjë, edhe ne ndërhyjmë edhe për ashensor për shembull. Ai di në sekond çfarë problemi ka ashensori. Po. Dhe sa më shumë të forcohet roli i administratorëve, aq më shumë lirohemi edhe ne nga këto lloj detyrimesh. Se administratori ka edhe gabinën elektrike, aty që merr flak për shembull. Po. Kupton që duhet lidhet me OSHE-n, duhet bëj informacionin, po që nevoja duhet mbledhë edhe ato pak fonde që mund të jetë një formul, kaq do i paguajnë banorët, për shembull se janë banor me certifikata pronësie dhe kaq do paguaj ndërmarrja e elektrikut për t'u zëvendësuar. Po bëjnë një kështu, një llogari për qef. Po ta marrë teknologji, administratori është një kamerë sigurie për gjithë pallatin. Po. Agim, kam të pyetje, kam përbashkët, po kam një pyetje që lidhet me faktin çfarë ndodhi në Maqedoni. Në një event me tri, në një sallë të madhe, ku vdiqën shumë vete me radhë. Çfarë bëhet me sallat ku ka aktivitet, ku ka tubime të ndryshme me radhë? A i keni nën kontroll? E dyta, a janë pajisur me mjetet zjarrëfise domosdoshme të shërbimit të parë direkt? Sepse unë vere një qedim skandaloz, domethënë vetëm kur ndodh. Atëherë kur ndodh futet në burg edhe ministri i Brendshëm. Tani çfarë ndodh? Ju në cilën sa ndikoni ju te ky fakt? Gjergj, ne po flas për zonën e territorit të Mirditës, për Lezhën, se kam fetit as diskotekë. Jo, po do na e thoj, sepse këtu ka diskoteka më shumë. Ti bashkë bisedu në Rrefen për masat mbrojtësve për ambientet publike. Po. Ne kemi shkollat, qerdhet, kopshtet, pallati i kulturës, si milot bashkë. Salla e madhe, pallati i sportit. Pallati i sportit. Këto i kanë masat, ne kemi pa bashkë, i kanë edhe qerdhet, çdo objekt i ri që avon në Mirdit, objekt publik, me prezencë të shtuar të njerëzve. Këto i kanë masat mbrojtëse, pra ke këto sprinkler që hedhin ujë. Po. Tek dyrë që dyrë do të jenë me dy hapje edhe të jetë me hapje të jashtme, jo të hapje të mbrojtshme, marrim shkas nga Maqedonia. Rasti s'mund të thosh diskoteka jo e Maqedonisë. Shufit fosi është 1000-2000 persona në një grumull baruti, pa dyrë, edhe ndodhi ajo që ndodhi në Maqedoni. Po. Ne në Mirdit objektet që i menaxhon bashkia dhe shteti që janë objekte që ka aktivitete, i kemi të sigurta për të krijuar evakuimin sepse kanë dalje emergjente, shkallë emergjence, që du të kenë dhe nëse janë kati 2 ose kati 3, du të kenë dyrë anti-incendio, i thonë që janë dyrë me hapje të jashtme që deportojnë zjarrin, edhe kanë këto shkallë të hekurit të jashtme që i ka... Po, i ka pa në shumë vene. Okej, atëherë, Fredi, se vim këtu, keni shërbinin me resortet dhe me sallat nda, sallat e dasmave, ka dhe që do të thushë, pse, po unë i shoh, për shumë. Te ngarkimet që kanë në disa evente, si që ishte edhe eventi, pavarësisht është bori jashtë, ndodhi që banë dhe këto evente, domethënë, dora ju i këtë rast, sepse mase halas sua ka djeg. Edhe gjithmonë ka i gjë që ligjet, shpeshherë ligjet, edhe gjërat masat që merren tjerë më radhë, janë mbi gjakun e njerëzve. Në fakt nuk ka një parandalim më saktë, domethënë. Çfarë ju keni siguruar? A është i sigurt shërbimi turistik tani? A duhet ndihen të mirë ata që vinë në Shëngjin e me radhë kudo në këto? Shiko, unë mendoj që po punohet çdo ditë, po monitorohen subjekte të ndryshme, po inspektohen, edhe ato që plotësojnë kushtet edhe po certifikohen me certifikat sigurie. Por në referencë të asaj ngjarje shumë të rëndë në Maqedoninë e Veriut, mos u gabofsha në Korçan ishte ajo ngjarje. Edhe ne kemi ndërmarrë, domethënë, edhe me shkresë të Ministrisë Brendshme, Drejtorisë Përgjithshme të Zjarrfikseve, kemi ndërmarrë edhe ne atë pjesën tonë, domethënë, për të bërë
veting vetes me këto subjekte, se ku jemi. Dhe me thonë të drejtën, ka pas nga ata subjekte që vetëm 11 natës ose 12 natës se nuk I gjeje do të ditën, as kishin numra telefoni, as I gjë. Dhe I kemi shkuar edhe naturari, kemi shkuar. Kemi lanë edhe detyra për të zbatuar, dhe me thonë, projektin e mbrojtjes nga zjarri, por do ishte një diçka shumë e mirë që unë fillimisht e kërkova edhe prap gjej rastin, dhe me thonë, ta shpreh, një bashkëpunim me I frutshëm me pjesën e policisë së shtetit për këto ambiente. Për këto ambiente që menaxhojnë njerëz që konsumojnë edhe pije alkolike, menaxhojnë njerëz që edhe gjatë orarit të vonshëm natës, ke parasysh, mbase do ishte mirë me një task force për t'i kontrolluar dhe sidomos vera është e domosdoshme, sepse task për t'i force kontrolluar e turizmit ekziston dhe për t'i certifikuar, domethënë me një farë mënyre, për t'i kaluar në një sit të gjitha. Por një ose dy që ishin shumë me kapacitet madh, kryesisht në Shëngjin, me thonë drejtën e kemi kaluar dhe jashtëzakonisht të kënaqur kemi qenë, është e re ajo, është në poshtë në tokë, në dikun në Shëngjin aty, midis Kunes dhe Shëngjinit, një disko e madhe, jashtëzakonisht me kapacitete, me standarde bashkohore, qoftë me ujë, qoftë me detektorët e tymit, qoftë me hidrantet, me thonë kushte absolute. Unë e përmenda edhe këtë domethënë për kështu, po mua ka përshtypje trajnimet, kanë shumë rëndësi këto trajnimet për specialistën për kështu. Po kam vure një trajnim që ishte për këto pallatet për kështu dhe ishte bërë me një bashkëpunim me zjarfikset, me policinë e shtetit, me komunitetin, me fëmijët edhe me alpinistët. Do në mënyrë se si ashtu, edhe duhet që ta ndjekim do ishte me interes edhe për ne, pse Okej, le ta ndjekim atëherë këtë moment, që është I veçantë trajnimi, janë 2-3 minuta, diçka kështu, mund ta ndiqni. Është zhvilluar në Tiranë, një bashkëpunim fantastik.
Asaj kronike rikthehemi këtu në Kuvend, duke folur pikërisht për temën e panelimit të zjarreve, në pyetje dhe në komunitetet e ndryshme. Trajnimi, shumë i rëndësishëm trajnimi. A i keni specialistë të dur, a i kënaqur Ferdinand me ato që kenë gjithë strukturën tënde, po ashtu edhe ti Agim. Dhe çfarë bëni që këto, qoftë djemtri që janë eksperiencë që kalojnë nga brezi në brez me radhë, sa ju dëgjojnë ke strukturat hierarkike të bashkisë, strukturat që lidhen me ministrinë, me detyrinë e përgjithshme etj me radhë, domethënë, ku jeni me trajnimin, se ka shumë rëndësi domethënë trajnimi. Shiko, trajnimet në këndvështrimin tim kërkojnë përveç se kohës, kërkojnë edhe kapacitete, mundësira për të trajnuar. Nuk themi për të shkuar për të trajnuar jashtë, edhe jashtë shkojnë, për shembull kanë shkuar edhe zjarr fiks jashtë në Malzi, në Çekoslovaki, duke Çekisë, tani është ndarë ajo. Por problemi është tek funksionimi, tek strukturimi i një shërbimi të tillë. Pra, tek kapacitetet, tek logjistika, sepse të dëgjova me vëmendje dhe pam edhe materialin që për pjesën e gërshetimit, sepse kemi nevojë, për shembull, ne para 2 ditësh kishim një ngjarje shumë trënd që kishim nevojë për të ulur me litar. Mirë, por ne si kemi këto kapacitete, se unë du të kem një stacion, për shembull, edhe me tubin, edhe me litarin, po nuk i kemi këto mundësira, për shembull, nuk ka një qendër shërbimi zjarr fiks në Shqipëri, nuk ka një qendër të mirë fill të veten, që përveç se aftësive teorike, domethënë pjesa e teorisë çfarë mësojnë legjislacionin, rregullat e rregulloren, të kenë edhe sirisi edhe pjesën e stërvitjes, pjesën e ndërhyrjes, pasi edhe emërtimin e kanë të tillë, domethënë, janë punojës operacional për ndërhyrje. Pra, ne me çfarë kam parë, na mungon domethënë pjesa e infrastrukturës për këto lloj stërvitjesh që janë shumë të nevojshme. Po, Agim? Duhet shtoj vetëm një gjë që është një risi shumë e madhe, pjesa e asajt që ne, domethënë, i kemi një brez tani, kemi një brez të ri, pasi rekrutimi është nën moshën 30 vjeç, pra deri në 30, dhe kemi një statur, kemi një kondicion fizik, kuptohet kjo është e gërshetuar edhe me të vjetrit, kam edhe nga ato që vitin tjetër dalin pension, kanë nga 30 vjet punë, por që një pjesë dërmuese e kërkon me shumë domethënë me shumë zell, e kërkon edhe këtë pjesën e stërvitjes. Është kjo pjesa e re. A kanë hyrë me pasion apo kanë hyrë thjesht me marrë rrogë? Patjetër dhe pasionin. Se e di që nga herë ai pozicioni i zjarr fiksit shihet, ma ta fusin dhe se e kam kështu marrë rrogë. Nuk besoj që ka, sepse po dhe që se kanë hyrë për i rrogë, nëse është shumë duhet të përkushtohet mirë. Sepse duhet të themi gjë, edhe emërtimi që ka pozicioni kryesor i punës aty, luftues shpëtues, aty je në luftë. Dhe nëse ti nuk e ke në krahat po është duke bërë i punë tjetër në shtëpi, në radhë parë është dobësia ime në organizimin edhe në menaxhimin e strukturës, por pastaj shkon deri në fund, deri te ai komandanti që i ka lënë. Kush i rekruton? Se për shembull ai rekruton bashkia. To rekruton me grup pune, burime njerëzore, drejtoria juridike. Me komision? Me komision. Me komision. Po mirë, nëse do një për shembull ka ardhur me influencën e kryetarit të bashkisë, ti si bën dot zati? Absolutisht. Jo, nuk vjen, sepse komisioni është i përbërë një që është kryetar shefi i zjarr fiksës. Po. Një antar është i drejtorisë përgjithshme, edhe një është i burimeve njerëzore që bën dosin, kryen dosin. Dhe shkojnë testim në Akademinë e Sigurisë. E bëhet testimi atje. Bëhet testimi, çdo gjë bëhet në fond, Mirë, kjo është linjë 2 fishe. Po, se në rotacione politike të parë që hikin janë diskusi, ta kupton, është zanat kjo. Shumë mirë, po çfarë do vëllai? Se duhet më thonë, po më ndodh një zjarr atje, më po më ndodh aty ish kryetarit të bashkisë, që të ka ndodhur zjarr ke shtëpia etj dhe kërkon nim me i thanë jo, ti e hoqe, atëherë ti zjarr ke shtëpia, po nuk e dish specialistin, hajde tani provojmë kurriz. Pra kjo domethënë ky sektor, pra unë duhet për tas pak në ky sektor
nuk duron futjen e dorës politike në to. Dhe e them me binjet plot, si shumë sektor tjerë, po sidomos ky është delikat. Pret po flas pak me pjesa jo, unë po të dëgjoj me vëmendje, shumë etik, por duhet fare vërtet. Kjo bëhet nga njerëzit, nga drejtuesit. Unë kam 30 ca vite dhe normalisht, domethënë kam parë vetëm pjesën e anës profesionale dhe asgjë më tepër. Dhe në qoftë se ne do i motivojmë profesionalisht ato, nuk do i kërkojmë asgjë tjetër, normalisht ai është në dispozicion vetëm të strukturës, vetëm të shërbimit. Pastaj me gjëra tjera, unë nuk jam mësuar kur, domethënë për t'i motivuar politikisht ose me nej krah ose me nej gjë. Ne kemi ndaluar me ligj, jemi një strukturë totalisht domethënë me status ushtaraku dhe ligji ndalon domethënë edhe pjesëmarrje edhe për t'u shprehur në publik në favor të një subjekti. Me thonë të drejtën, gjej rastin të falenderoj edhe kryetarin e bashkisë tu, pavarësisht se mund ta marrë dikush për mbase Jo, në rregull. Jo më atë punë që bate mirë ka sinqerisht. Ka filluar fushata, ka përfunduar fushata, nuk më ka thirrur një herë as mua as një punonjës timin. Dhe këtë e them domethënë botrisht. Është shumë e rëndësishme. As mua as një punonjës timin. Gjithmonë ke trajnime, ke tri, gjim po futën tri, janë fut tri aty në mjetit? Normal që çdo ai kanë dëshirë, ai kanë pasion, a trajnohen, apo mësojnë ato skutat e profesionit që është goxha i vështirë. Për shembull çfarë? Fjala vjen po të marrë në mënyrë intuitive. Domethënë një që është i vjetër dhe që është marrë me pyet, ai e din shumë mirë se si duhet mbroj pyetje. Domethënë ti që ke një eksperiencë goxha gjatë, ti e di shumë mirë se si duhet fik zjarre me radhë. E dyta, ana fizike, se pa të thënë diçka s'di cili ministër që ti që ndajmë nuk kanë punë në polici, ato policët barkëndoj se edhe unë nuk baj për polici, ai kupton ti, por tani këto tri, se e përmeni punën e do të bëjnë dhe alpinisin, pra edhe këto stërvitjet elitare, po i quaj elitare këto stërvitje. Në përgjithësi, unë jam fokusuar tek programi, kemi program stërvitje që bëjmë me punonjësit, edhe duke parë dhe statistikë të ngjarjeve që kam pas në 8 vite që unë jam drejtues, edhe unë jam përqendruar tek stërvitja dhe mësim që të bëjnë një stërvitje mësim tregues për aksidentet, pjesën e ndërhyrjeve për shpëtim në aksidente. Edhe në kërkim shpëtim që mund të bëjmë dhe kërkim shpëtim, kemi pas dhe raste kërkim shpëtim në alpin. Që në një rast në 2021, 30 dhjetor, unë me gjithë 4 persona Zerfix, kemi bërë një kërkim shpëtim në malin e Monellës, edhe këtu do të dalë të pjesa e angazhimit të këtyne që... Ka qenë rasti Nosmule? Po e Zodit Lela që ka qenë në Dimër, shumë i rëndësishëm. Ka pas disa shpëtime, ka pas edhe tani disa shpëtime në te nga zona, edhe një. Edhe zona e kanjonit të Oltës ka të çdo 4-5 dite. Edhe në Valbona, ne nga Thethi. Por këto çuna të rriqen, këndar çuna të ri për të krijuar familje, për krijuar vend punë dhe a di që morën informacionin nga ministria që X në malin Monellës ka i grup turistëve që kanë ngel dhe më bënë një njoftim në WhatsApp të grupi që kemi ne. Me duhen 4 çuna për Monellë. Aty ka qenë Dimër. Edhe janë përgjigj që gjithë çunat e ri. Shumë bukur. Janë përgjigj dhe e ndjen, kanë pasion, ky pasioni tani do të bëhet stërvit dhe pasionin, sepse është pasion. Janë përgjigj të gjithë dhe i ministë, kemi bë aksionin, kemi shpëtuar ato që i gjetën. Pjesa e pasionit vjen, ne jemi strukturë e vogël 14 personel Zerfix, edhe aty vjen e hyn në një grup punonjësh ushtarak dhe familiarizohen kaq shumë me njëri tjetrin, sepse janë 24 orë me njëri tjetrin. 24 orë dhe familiarizohen. Është një skuadër me të njëjtin mision, me të njëjtat vështirësi. Jetojnë bashkë, kanë bukë bashkë, edhe bashkë punojnë bashkë dhe defin dhe këto çuna të ri janë fut me atë vorbullën e një ushtaraku, një Zerfiksi dhe hyn edhe ngjen bëhen vazhdojnë rrugën e karrierës. Tani kam një pyetje të përbashkët. Tani do ta lej pak Ferdinandi, do flas i shti se Ferdinandi ka një gjë që normal që do t'ju përgjigjet. Edhe shikoj, kjo është gjë e veçantë me këta, se këto janë gatishmëri kudo,
edhe në emisionet televizive. Okej. Gjëra që kam unë lidhet me problem pune ishe, me thonë drejtën. drejtën. Pra, se kam thënë që fillim, ju dy ju Kam lejohet dy automjete, jam shumë i ndjeshëm ka shi dokumentacionit shtetëror të automjete, kam 2 automjete tani në kolaudim, edhe po më shkru në i shoferi për diçka dhe duhet me qenë shumë bravo, serios. Jam pëlqen shumë kjo operativiteti. Shiko, shpesh herë flitet dhe për të ndajmë secili nga i mendim për shërbimin vullnetar. Shërbimi vullnetar, vjet të re një gjë. Vjet të re do përdor një jargon pak vulgar quhet ky, por nis zjarri fjalë vjen më e malit. Edhe vjen ngadalë, apo ti nuk shoh kur kush me dal atje. Ka komunitete ku shkoni me shërby ju, janë aty nuk i shoh deri kur ti vije afër prapanicës, domethënë tek shtëpia, apo. Vetëm atëherë kujton se na erdhi zjarri dhe mund na zhduket gjithçka këtu. Shërbimi vullnetar, a i kemi komunitetet të pandërgjësura, apo si janë në Lezhë dhe pastaj si janë në Mjedit, sipas zonave? Shiko, shërbimi vullnetar është një detyrim ligjor. Nuk është një gjë fakultative që ta bëjmë, mos ta bëjmë. Por, detyrimi ligjor nuk ka parashikuar, domethënë, modalitetet se si duhet funksionoj ky lloj shërbimi, sepse për mua është një vlerë shtuar minimalisht në qoftë se ne do i kishim vetëm për periudhën e tani që jemi mbledhur këtu për diskutuar për periudhën e stinës së zjarreve. Pra, sikur vetëm për një 3 mujor, sikur vetëm me kontratë të përkohshme ta kishim këtë lloj shërbimi, kryesisht në këto komunat ose mini bashkit që kanë në menaxhim hyje edhe kullota, kupton? Pra do ishte një vlerë jashtëzakonisht e shtuar për shërbimin, po për shtetin e rrallë parë, do ishte kapacitetet, domethënë. Pra ligji ka parashikuar ngritjen e shërbimit vullnetar dhe ja atribon bashkisë si detyrim. Por nga informacionet që kam, edhe në një bashki që e ka bërë një hap të tillë, nuk e ka bërë në formën siç e parashikon ligji, por ka bërë punësime sezonale, punësime me kontratë të përkohshme, punësim për shembull 3 mujorsh. Pra unë kam një kolegë, kam mik, është kolegu im i Gjirokastër, se përshëndesim atje, edhe unë mundova, komunikova, domethënë dhe mora një model. Mirë po, jam në fazën e përgatitjes së një materiali për kryetarin e bashkisë, ku ne do i sugjerojmë ose këtë që parashikon ligjin ngritjen e shërbimit vullnetar, po patjetër është një proces pune shumë i gjatë që do të kalojë edhe në Këshillin Bashkiak që të miratohen, sepse ato njerëz duhen stimuluar, ato njerëz duhen uniform, ato njerëz duhen pajisje për të shkuar që tjetë qeliza e parë atje për ta fikur atë zjarrin siç thatë ju, mos të vi deri poshtë. Mirë, po të gjitha këto kërkojnë domethënë jo vetëm vullnetin, se vullneti nuk na mungon që të ecim përpara, ta plotësojmë edhe këtë kuadër ligjor që ka parashikuar ligji, por duhet një vullnet i madh. Një vullnet, domethënë, i bashkisë, një vullnet i Këshillit Bashkiak, duhen kapacitete njerëzore, duhen fonde, edhe pastaj ajo pjesa që ka shumë nevojë secili trajnim. Që ai të jetë një zjarr fiks në rezervë, si puna e këtyre ushtarakëve në rezervë, që sa herë të ketë nevojë të thirret edhe kontribuojë. Okej. Gjim tani ti këtu dhe ke rastin për të falëruar, por edhe për të qortuar komunitetet që nuk përgjigjen fare, dim kur shkoni ju atje. Unë i njoh, po të kam vallë këtu shtëpi. Edhe zoti ndaj këto në konvent të Mirë, okej, në rregull, hajde. Ka shumë pa ato që tha kolegu që çat tregon ligji, është shumë e vështirë që do i mund të madhe dhe nuk mund të realizojmë ne që jemi qytet ose bashki të vogla. Sepse duhet të kesh një numër stafe organike, program stërvitje dhe me ata që s'mund të marrësh të nxjerrësh i caktuar vullnetar të vjen dhe ta nxjerrësh te vatra zjarrit pa i bëni program stërvitje për ta trajnuar. Pjesa e vullnetarëve që janë në zonë aty ku kemi pas rastet e zjarreve, në përgjithësi në Mirdit, aty ku ka breza të rinj ose çuna, na gjet gjithmonë në mbështetje.
Por është dhe diçka tjetër që ka shumë fshatra që janë të braktisura edhe aty zgjen vetëm moshat e treta. Dhe aty s'ke çka kërkoj. S'ke mund të kërkosh edhe e kemi realizuar. Por në rastet e zjarreve në zonat e thella malore ne kemi pas mbështetje nga bashkia, Pyjorja, që kanë detyrë ligjore. Njësitë administrative duhet përgatiten ata. Okej, se keni punojës njësitë administrative. To vjen gjithmonë punojës. Ata që janë të mundshëm, se s'mund marrësh një moshat e tjera, po të tjerë që janë. Ata që janë moshën vjen japin, jo se kanë ndonjë punë të madhe, më si njohin, nuk kanë ndonjë punë të madhe. E di, po luajn pak kur bie zjarra. Gjë kryesore mua më duhet që të më tregojnë një qafëzores të më tregojë edhe rrugë kalimet. Po. Që themi shumë rëndësishme, rrugë kalimet ose të paktën me u prunë një shishe ujë. Ose ujë, ose diçka. Duhet falënoj një vend ku u ka pru qumshta ai, kështu qumshti. Fshatin tan. Fshatin tim, është fshat bujara, ja kupton ti. Pa shumë rëndësishme sa gjësi i madh për burrë, është gjësi i madh me pru me harë gjë. Po unë kam pas zjarr fiks, më kanë thënë njerëz kanë ardhur nga forcat e ushtrisë, në mënyrë kategorike nuk s'kishin gjë me hangër më burr, atje sipër mal. Po paktën këtu do komuniteti duhet të tregon bujar më burr. Është pak e vështirë sepse kjo është një fat të ti ke me forca 40-50 forca, pak e vështirë që ti menaxhosh me këto, po nëse nuk kesh një prapavijë të fuqishme. Okej, po duhen marrë edhe këto masa. Okej. Po këtu e kishim domethënë te pjesa e njësive vullnetare. Ne patëm një angazhim, siç edhe thash, për trajnimin e këtyre njësive administrative, të stafeve të tyre, në bashkëpunim edhe me drejtorinë pyjore, domethënë përgjithësi se sektor është. Nëse në mënyrë intuitive i tisova njësitë administrative në mënyrë tjetër tani unë këtu. Që dolim të si primare, domethënë si domosdoshme, ne menduam hartimin e një skeme njoftimi, domethënë këtu është gjithë bashkia, gjitha njësitë administrative. Skema njoftimit tot, dhe e kemi ndërtuar, domethënë, duke filluar nga nën kryetarët e bashkisë, me drejtorinë e pyjeve, me drejtorinë e shërbimeve. Ma jep pak në kamerë këtu? Ose jepet e... Ose dalin për shembull ke njësitë administrative, që janë gjitha me radhë. Komplet gjima e keni bërë kështu ju? Janë, numrat e kontaktit. Njësitë administrative, ja marrin për shembull Zejmenin. Administrator Leonard Përjakut, përshëndesim në. Ashtu me numër telefoni, me gjitha. Lista kryepleqve. Kjo komun ka gjithsejt ka 7 kryepleq. Numrat e telefonit, adresat e tyne, kalojnë te lista vullnetarëve. Nardi na ka sjell 11 vullnetarë. Po paktën 5 po t'i ketë. Bravo, që mund të 5 po t'i ketë, unë jam shumë i kënaqur. Dhe poshtë është rojtari i pyjeve. Pra kemi bërë një organizim, një skemë. Që mos hym detaje më shumë. Do të thënë ka shumë rëndësi. Shiko, Fredim. Unë me që kam drejtuar institucion, ju them shpesh herë këtyre trive që futen. Ju them shiko, po honi menaxher institucionit dhe gardian të institucionit. Dhe kjo për shkak ajo që përgatit ti, që përgatit gjimi etj, më pëlqen këtë. Dhe i pyetje që po vim gati nga fundi, është kjo. Si ndjesh shpërblimet? Domthon pagesat, pagat. Se po më tregon te gjimi për pagat. Dhe pagat realisht janë qesharake. Plus u jepen orë shtesë etj. Nuk e di ku është ky defekt. A është e bashkit, a është e këshillat, a është ministri në linjë, ta sqarojmë në mënyrë ligjore. Unë thash pak më përpara, ne jemi institucion me status ushtaraku. Pra, ne, kur marrim pagat, vlerësimi i pagës tonë është me tabelen aty ku janë gjithë ushtaraket e tjerë. Për shembull, Policia e Shtetit, Garda e Republikës, dhe pagat tona miratohen me VKM. Formula e pagës e një zjarr fiksi është e përbërë nga 3 komponentë. Elementi i parë është paga për gradë. Elementi i dytë është vjetërsia në shërbim dhe elementi i tretë është veshtërsia në pozicionin e punës. Pra, është e kompletuar si formulë, por vjen keq ta them. Nuk mund të jetë një zjarr fiks sa një roje. Vjen keq ta them. Se nuk do të them se pastruesit janë shumë por edhe me rritjen e pagave që u bë, të krahasosh rritjen e pagave të atyre që i thamë kemi luftues, shpëtues, ta krahasosh sa e kishte dhe sa u rrit, ishte diçka, domethënë, larg pritshmërive për të gjithë.
Po e qartë. Po flas për pagën time. Po e qartë, ja flas. Pastaj te pjesa dhe ta mbyll. Te pjesa e se do pyes direkt Agimin për pagën e tij, tek pjesa tjetër. Te mangësive tjera te paga që rregullojnë pagët. Janë orët e natës që nuk paguhen, që duhet të paguhen. Janë ditët e shtuna dhe djela që janë ditë pushimi dhe janë ditët e festave zyrtare që duhet të paguhen. Siç parashikon kodi i punës. Po zjarri s'pyet për festa. Bie. Kjo është domethënë që punojësit duhen motivuar. Se ti nuk e di si je me pagën, se s'du me të pyet, po këtë po mirë mos e pyet fare. Po këtë po e pyet se man. A je i kënaqur me pagën ti? Asnjë s'është i kënaqur. Si i kënaqur? Se ka diçka, se s'po ja them se sa ka, sepse ka rroga çesharake. Unë do të tregoj një histori, se s'po tham me i kënaq sa ftasni. Po. Para 2 vite kisha një vend vakant për një drejtues automjeti Zerfix në Mirdit. Bëmë të procedurën, shpallën të webit, se ka ligji dhe erdhën 1, 2, 3 aplikant. Po ne që na vret më shumë është kjo pjesa e kriterit mosh. Jo mbi 30 vjeç dhe pak e vështirë që gjem drejtues automjeti për kamion. Kisha një që aplikoi, ishte taman, shofer, gjitha. Punon në Spaq tek kompania e. Po ka shkuar atje tani. Ishte atje, po dinte. Edhe do të më ardh. Erdhi solli dosin, kontrollova dosin, okay, ato e bëna regjistrimin për me bën njoftim për provime, për testime. Doli nga dera dhe kur kthej mas 2 minutash. Ora tham falta nuk të pyeta sa është paga. Sa rroga po? Ku i thash shumë, jo më tham ai vat dosën dhe sa bëj një. Kjo është dhimbje. Një specialist i mirë pra prej këtu, se nuk po them gjën tjetër, se si përgjegjës sektori ky këtu, ta zëm, nga aty ku është Agimi, te pjesa tjetër ku në sektor, tjera vjen bashkia etj më radh, është 2 fish rroga atje për te. Dhe kjo nuk shkon fare, pranej është një problem që mendoj që duhet ngrihet me forcë edhe duhet përmirësohet gjithë edhe struktura e pagesave. Ndërkohë që duke ardhur nga fundi, unë do të bëj, më fokusoj kamerën këtu që të bëj një promocion, që është i detyrisë përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Mos e djeg pyllin. Këshilla për të mbrojtur pyjet nga zjarret. Mos ndis zjarr në natyrë. Zjarri për piknik është rrezik i madh, sidomos në verë. Në pyll ndalohet, mos hidh cigare. Cigaret e ndezura ndezin pyjet. Fike plotësisht para se ta hedhësh. Mbaje natyrën të pastër. Degët e thara, bari i djegur, mbedorinat janë ushqim për zjarrin. Ndihmo duke pastruar mjedisin. Njofto me një herë numrat si më poshtë. Nëse sheh tym ose flak, ka shumë rëndësi kjo. Thirr 123 128 zjarr fiksit ose 112 policin. Thirr 127 urgjencën në rast nevoje për ndihmë. Respekto tabelat paralajmëruese. Aty ku shkruan ndalo zjarrin, bëje, është për sigurinë e gjithëve. Eduko dhe ndërgjegjëso të tjerët. Fol me familjen, miq dhe fëmijët për rrezikun e zjarreve në pyje. Pyjet janë pasuria jone e përbashkët. Le t'i mbrojmë bashkë ato, mbrojtja pyjeve nga zjarret është thelbësore për ruajtjen e natyrës, biodiversitetit dhe klimës. Këtu janë disa këshilla praktike dhe të rëndësishme për të parandaluar dhe luftuar zjarret në pyje. Unë e bëra këtë promocion sepse ishte shumë i nevojshëm dhe në kuvend ishte veni i duhur për ta bërë këtë lloj promocioni. Atëherë do të sjellë gjë tjetër tani nga trajnimet, se du të përshëndes edhe Arben Carën, drejtorin e përgjithshëm, edhe ne përshëndesim drejtorin. Dhe është fat që e ka Shqipëria Arbeni. Patjetër. Jo se është nga anë tonë, po sinqerisht është fat. Drejtori Arbeni është model amerikan, e ka filluar karrierën me pak njifemi, se unë kam punuar në struktura tjera, po nga informacionin që i kam është tipiku një modeli amerikan, e ka filluar, do me thonë, karrierën e tij shumë thjesht, një si Zerfix. Edhe sot është drejtori i përgjithshëm. Është si puna e një polici në Amerikë që bëhet sherif, bëhet komandanti i qytetit, se kështu e kanë emërtimin ato, sherif. Edhe tani janë në Ankara, në trajnim se do kishtar. Po drejtorin e përshëndesim, po them prapë, po luftën më të madhe ka tani me pjesë të tjera që kanë bëjnë me aktet ligjore dhe nën ligjore. Jo, e shpesh më mora në telefon dhe më thotë, tu tha është një gjë krejt tjetër, është një gjë që ne duhet shkojmë te kjo, te ky model që edhe në Turqia, që Turqia ka të zhvilluar këtë shumë, edhe tjetër me radhë. Dhe për shembull atje tani janë
po organizohet një dialog i nivelit lartë rajonal të Evropës dhe Azisë Qendrore mbi temën për shkëmbimin e njohurive midis vendeve që ndërtojnë kapacitetin në aspektin strategjik dhe teknologjik menaxhimit të rrezikut nga zjarret. Pikërisht Arbeni është atje dhe eventi ka mbledh rreth 10-12 qeveri, institucione ndërkombëtare etj dhe është shumë i nevojshëm kjo futja e kësaj strukturës që ka Shqipëria edhe në strukturën ndërkombëtare. Është shumë e rëndësishme kjo. Ndërkohë që një takim që është bërë para ca kohësh, ka qenë dhe ministri i brendshëm, Ervin Hoxha, para se sa të fillonte kjo, domethënë stina e nxehtë, pra ka qenë si thuaç në prolog të kësaj stine, unë do të sjell fjalën e Arben Carës, drejtorit të përgjithshëm, sepse aty kemi dhe statistika dhe sa zjarre kanë rrah deri tani, sa kanë qenë rreth 6.000 sa vitin e kaluar, 1.700 sa janë pak nga sa ndoshta te Arbeni, po janë disa detyra, disa masa të tjera që ashtu. Mund ndiqni është fjala e Arben Carës në Tiranë, mund ta ndiqni tani. Me qëllim parandalimin e zjarreve gjatë stinës verës dhe minimizimin e dëmeve që lidhen me zjarret veçanërisht në hyje kullota, plantacione e peptari e tjerë, kërkohet që në bashkëpunim dhe bashkëveprim me strukturat përgjithëse të merren të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e tyre. Në zbatim të detyrimeve të që rrjedhin nga ligji 139/2015 për veç qeverisjen vendore dhe të ligji 152/2015 për mbrojtjen nga zjarret dhe shpëtimin, për rritjen e sigurisë publike, ruajtjes dhe pronës, mjedisit, i sjellim në vëmendjen tuaj marrjen e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, duke filluar me përgatitjen e planeve të përbashkëta të masave, të organizimit takime koordinimin e punës midis strukturave operuese si Shërbimi Zjarfikës Vendor, Agjencinë Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Shërbimin Pujor, Agjencinë e Zonat Mbrojtura, Mbrojtjen Civile, Policinë e Shtetit, Policinë Bashkiake, si dhe njësitë administrative e tjera. Organizimin e takimeve, bisedave apo publikimeve sensibilizuese me kryepleq, banor, përdorus të sipërfaqeve të pyjore të kullotave, pemtarisë e tjerë në sensibilizimin e tyre për rritjen dhe dëmet që vijnë nga zjarret, veçanërisht nga ato në pyje kullota, për njohen me ligjshmërinë e tyre, detyrimet dhe përgjegjësitë që ka gjithë secili, si dhe organizimin e punonjësve në këtë detyrë. Ndjekjen e vazhdueshme të situatës, koordinimin e përhershëm me bashkifëqinje për ndihmë të ndërsjellë midis bashkive, me forca mjete, me prefektin e qarkut, në bashkërendim me veprimet e forcave vendore dhe ato qendrore, sidomos me forcat e armatosura për ndihmë toksore dhe ato ajrore. Kompletimin dhe në mbajtjen nga dishmëritë ato mjete zjarfikse, mjete e pajisë së shërbimit zjarfik, si dhe gjithë forcave e mjeteve që disponon bashkia dhe forcat e armatosura për ndihmë toksore dhe ajrore. Kompletimin e vënë nga dishmëritë automjeteve, veçanërisht ato që ka vetë bashkia në administrim dhe përballimin e situatave të zjarreve masive, duke koordinuar ato me institucionet e tjera qendrore dhe vendore. Organizimin e sistemit të vërtetimit, informimit me pajisje dhe personel për konstatimin dhe informimin në kohë në shfaqjet e zjarrit. Marrjen e masave për kompletimin dhe mjetet e thjeshta për të mbrojtjes nga zjarri të njësive vullnetare strukturore operuese me pompa shpine fikse portative për përcaktimin dhe përdorimin e burimeve ujore, liçeneve, lumenve, lerave e tjerë. Përcaktohen vend furnizimit me ujë të mjeteve ajrore që mund të përdoren për shuarjen e zjarreve. Marrjen e masave për hapjen e rrugëve të kalimit për lëvizjen e automjeteve dhe mjeteve të shuarjes së zjarrit. Krijimin e korridoreve për pengimin e përhapjes zjarreve, organizimin për kryen e punimeve, përmirësime në pyje pastrime, krahasitje, rrallime e tjerë me qëllim kufizimin e përhapjes zjarrit. Kryen e kontrollit, vënien e detyrave dhe marrjen e masave administrative për subjektet, institucionet dhe personat që nuk zbatojnë kërkesat dhe detyrimet ligjore për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin. Për rritjen e gatishmërisë dhe të efektivitetit të ndërhyrjes operacionale, strukturat e shërbimit vendor të bashkisë duhet marrin këto masa. Të përgatisim plan masat, ku planizohen dhe përcaktojnë rritjen e gatishmërisë shërbimit, koordinimin me bashkëpunim me strukturat e tjera operacionale aktive vullnetare për përballimin e situatës zjarrit. Planifikojnë grafik shërbime, duke i miratuar ato te kryetari i bashkisë me përforcimin e personelit në varësi të temperaturave dhe situatave që mund të krijohen gjatë sezonit veror dhe duke shtuar forca të gatshme për përballimin e situatave të jashtëzakonshme. Të merren masat e nevojshme në rritjen e gatishmërisë së teknikës dhe mjeteve në dispozicion të stacioneve, duke kryer në kohë riparimet dhe shërbimet e nevojshme teknike. Të merren masat e nevojshme për sistemin e komunikimit, kompletimin me radio ndërlidhje dhe ato pajisje që kanë të bëjnë me komunikimin, zëngjirin komandues
dhe shkëmbimin e shpejtë sakt të informacioneve. Në çdo rast lëvizje të mjetet të forcave në zjarrin Pyje, Shkurë e Kullota të merret masa që gatishmëria në zonat urbane të mos shënohet në asnjë rast. Të bashkëpunohet në mënyrë të veçantë me strukturat e policisë shtetit. Bashkëndimi të jetë intensiv i vazhdueshëm me informacion të ndërsjellë në drejtimin e masave të parandalimit të zjarrit, sidomos vendosja përpara përgjegjësisë penaleve të autorëve zjarrvënës. Për zona turistike, bregdetare, të planifikohet shërbim me automjete e personel zjarrfiks, sipas një plani të detajuar në bashkëpunim të ngushtë me njësitë administrative të zonës. Marrja e masave të sipërpërmendura para se të fillojë stina e verës duhet të rrisë efikasitetin e strukturave vendore për parandalimin dhe minimizimin e dëmeve në sipërfaqet pyre nga rreziku i zjarrit. Planet e masave të shërbimit vendore të MZSH-s duhet miratohen nga kryetari i bashkisë dhe një kopje të dërgohet pranë drejtorisë përgjithshme të MZSH-s, tashmë një pjesë e mirë mbi 80% e strukturave e kanë dërguar. Vetëm për vitin 2024 do të përmend disa raste dhe zjarri që kemi pasur. Kemi evidentuar, referuar indikatorëve të dërguar nga strukturat e shërbimit vendore dhe 5018 raste zjarre Pyje, Kullota, Shkurë e Ferra, të cilat kanë qenë raste të gjitha të përballuar me sukses nga shërbimet vendore. Totali ndërhyrje vetëm për zjarre nga këto që përmenda ka qenë 3981 raste. Ndërhyrje për shpëtim 854 raste, armë falës kanë qenë 37 raste, nuk ka qenë e nevojshme ndërhyrja në 146 raste, pasi vetë vullnetarët dhe subjektet kanë vepruar duke shuar zjarret. Rastet problematike gjatë vitit 2024 i kemi pasur në zonën e Gjirokastrës, kryesisht pra në fshatin Kardhiq, Kullotat dhe Shkurë dhe Ferrat, në Shëngjin, Tropoj, Has, në Elbasan, Darzez, Bashkin Mat, Pustec, Vlorë, Orikum, Selenicë e tjerë. Vetëm për vitin 2025 kemi pasur deri në tani rreth 1775 raste të ndërhyrjeve operacionale, ku veprimtari parandaluese rreth 686 raste, inspektime 492 raste, nga këta zjarre Shkurë, Ferra, Pyje, Kullota kanë qenë rreth 250 raste të përballuara me sukses. Mirë, pas fjalës Arbeni jemi kthyer këtu për ta mbyll të diskutim të gjatë bukur. Unë ju falenderoj shumë Ferdinand Preqi. Ishe knasi. Të uroj shumë sukses këtu që je, që ke njëri i duhur i zgjedhur. Okej. Falenderoj shumë Agim, si gjithmonë Agimin e kam ndjek nga afër, domethënë, edhe jo pak operacione, ma shumë kënaqësi, por do të falenderoj edhe kryetarin e bashkisë, zotin Pyri Ndreu, që u jep mbështetje dhe mbi gjitha, sa i kam thënë etj. Okej, do vije Ferdinandi, edhe besoj kjo është gjë shumë e mirë. Ashtu edhe Albert Mylyushin tek Bashkia e Mirësit kam vurë edhe për pjarin që bën Agim, është shumë i rëndësishëm pjari, çdo sektor, çdo detyri që e bën. Ndërkohë që mase nuk përmend bashki tjetër, s'po përmend me emër, po duhet i qortoj sepse realisht duhet kur t'jepet një hapësirë mediatike është shumë e rëndësishme, sepse hapësira mediatike të shumëfishon ty. Pa që nevojë me bëm mbledhje, pa që nevojë me bë takime etj me radhë, por të shon komunitetet dhe është shumë i rëndësishëm. Nga ana tjetër unë ju afroj drejtuesve të bashkisë edhe bashkive dhe mendoj që edhe sektor tjerë duhet të mësohen me bë anën mediatizuese të punës që bën. Ka shumë rëndësi. Ose ndryshe jo pjari i glorifikuar me radhë. Në fundit edhe unë si specialist i komunikimit publik prej vitesh e vitesh kam një eksperiencë të gjatë, por ka dhe tjerë si puna ime, që janë shumë më të mirë se unë, pse jo, unë afroj ndihmën time kurdo që kanë nevojë për trajnuar drejtor, për trajnuar përgjegjëse ndryshme me radhë, mënyrën se si duhet komunikojnë për infot aktuale, për infot tematike, për gjithçka tjetër, është shumë mirë që ne të bashkëpunojmë dhe në kuvend, pse jo do t'ju sjell modulacione të tilla komunikimi që janë shumë të efektshme për sektor siç ishte sot në kuvend për parandalimin e zjarreve në këtë stin të nxehtë. Shumë faleminderit dyve. Faleminderit dhe ju të nderuar televizionistë që na ndoqën, do rishihemi sërish këtu në kuvend. Akrolis TV. Ishe knasi. Faleminderit.